burri është i izolum në xhami, o mshel me nejt dhëtët e punit në xhami. A lejohet që gruaja e tina me vizitu? Kuptohet, nuk guxon bashkimi i burrit me gruan në xhami. Kur qysh, këta këna përmen, është ajeti i Kuranit, thot Allahu Azza wa Jall, mos ju afroni grave tuaja. Kjo nuk guxon me ndodh. Mirë po, a guxon me vizitu? E viziton, bisedojnë për familje, për fëmijë, i tregojnë problemet ku janë e familjes. A guxon gruaja me vizitu burrin në xhami? Guxon o musliman. Gruaja me vizitu burrin në xhami guxon. Argument e ka vizitu bashkëshortja Rasulit alayhi salam, nana besimtarve ka vizitu Muhammedin alayhi salam në xhami. Bile edhe kur ka dalë ka përcjellë Muhammedi alayhi salam, sa që kanë pa dy prej sahabëve, për shokëve të Rasulit alayhi salam, e kanë pa Muhammedin alayhi salam me ta. E ju ka thonë Muhammedi alayhi salam, ka thonë, nano, kjo është gruaja. Por mos me të ata kanë thonë subhanallahu ya Rasulullah, nuk menojnë na kështu për ty. Të nuk ka thonë Muhammedi alayhi salam, po shejtani sillet në përgjakun e insanit. Shejtani shumë shpejt ta bjen idenë kush ke, me kanë ke. E ki po, sidomos na shqiptarët. Këtë shejtan e kem shumë aktiv, na, me kanë ke, kush ke, qysh ke. Do me thonë, ruhesh për fitnë, kujdes, ama në rregull, në bazë, gruaja guxon me vizitu burrin në xhami. Mirë është që kur je mshel në xhami mu koncentru në adhurim, e jo me bisedu biseda të kota, të padobishme, e ban vizitën tamam sa e takon vizitës, e në këta nuk ka të keqe me lejen Allahu Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall në bëf për atyre që pasojnë traditën e Muhammedit alayhi salam.